Laguna e Nartës është shndruar në një mozaik ngjyrash dhe elegance, teksa qindra flamingo kanë pushtuar ujërat e saj të kristalta. Këto shpend hierënt me siluetat e tyre të ishme dhe ngjyrën karakteristike roz, krijojnë një pamje magjepse që të lë pa fjalë. Ky spektakël natyror nuk është vetëm një dhuratë për syt, por dhe një dëshmi e rëndësisë së kësaj lagune, si një habitat i pasur dhe i mbrojtur për shumë specie të rralla. Përgjatë gjithë vitit, Laguna e Nartës mirëpret flamingot, por në pranverë numri i tyre rritet ndjeshëm, duke e kthyer këtë zonë në një parajs të vërtet për dashamirësit e natyrës dhe fotografët e jetës së egër. Përveç flamingove, laguna gumzhin nga jeta, pasi këtu strehohen edhe specie të tjera të rralla si pelikani, kaçurel, rrosat e ndryshme, por çafkat elegante. E gjithë kjo pasuri natyrore ndodhet fare pranë një tjetër perle të Vlorës, manastirit të Zvënecit, i cili me zgjelbërimit të harlisur dhe paqes që ofron e bën këtë destinacion një vend ideal për ata që duan të largohen nga ritmi i vrullshëm i qytetit dhe të shijojnë mrekullitë e natyrës. Në këto ditë të bukur pranverore, Laguna e Nartës nuk është thjesht një hapësirë ujore, por një skenë gjallë e artit të natyrës, ku çdo val, çdo re e krau dhe çdo pasqyrim në ujë përbën një simfoni të harmonisë mes jetës së egër dhe bukurisë së paprekshme të këtij ekosistemi të mrekullueshëm.